the që opozita do të votojnë funditës Albulena Haxhiun. Hajde hipotetikisht po votohet Albulena Haxhiu, alë shon rrugë realisht formimi qeverisë së re, apo do të kemi edhe blokat tjetër nëse votohet Albulena Haxhiu për krye parlamentare nesër ose gjatë seancave në vazhdim. Po shtypjet e mia, po kthena të të pak se ka pas rrugtimin deri tash është një rrugtim i gjatë i zotit kurrit politik. Unë nuk besoj që ai ka me tërheq këtë vendim politik të partisë tij për me shit Albulena Haxhiun. Ka me qenë i vendosur. Besoj që është i vendosur, ai nuk e shet pa hiri, edhe e sqarova, po më ne ka person lojal, një kohë gjatë ka bashkëpunuar me të, dhe Albulena është ndër po më ne part në themelimin e lëvizjes vendosur dhe ka shumë rëndësi në atë pozicion me pas një njeri të besueshëm edhe me pas një njeri që shtyn agjendat përpara, që realisht ka qenë edhe më herët dhe nuk është marrë me thon këtë drejtim. Pak Albulena Haxhiu, çësia sa në çeta afërdita që ka pas karshi opozitës, dhe përmënoj disa deklarimeve cilat i ka pas, e ka zbe rolin e saj për më ofru unitet. Ato do të me thonë se që ashtu të është, po të zotri Kurti është më rëndësi me pas ato mbranda, për shkak fuqisë që e ka mbranda, pas e ka edhe bashkëshortin e saj, dhe nuk e besoj që e të rejkë si vendim, po dhe të ke funditës për hir të interesit qytetarëve dhe të pozitës, pas e ka pru situatën këtu pozita, pëjlojmë jashtë deklarime dhe thirrjet e zonjës Mimoza Kusari, e cila realisht edhe si Albulena Haxhiu ndër 5 matë votuar brenda listës së vendosës. Unë me qenë si partitë opozitare e kisha votuar për me kalu këtë ngërç politik me dalë të zgjedhjeve të qeverisë. Pasi në këtë situatë zotri Kurti nuk i ka 61 numra. Po shihet që marrëveshja me Limajin është por me dalë pe ngërçit politik për interes të qytetarëve, nuk besoj kanë ty kërkush se me ne që populli ka me vlerësu. Po cili popull më e ka vlerësu energjinë që kanë shtinë, kanë bo, jo më falfal, kanë bo marrëveshje me WhatsApp për me shtije me nëzirë njerëz bëj pune. Ka ble, ka shit Martini, ka nëzirë miliona euro, ka nëzirë cash. I ka marrë 48%. Të çështja e rrymës, dihet Mirfilli, pa dash marsëtu rritin e rrymës e cila është po më në tepër ngarkesë për qytetarët e Republikës, krahas edhe rritjes së çmimeve, po të çështja e rrymës, se edhe në emisionin e kaluam, nga gjitha qeveritë nuk ka pas investim në rritjen e kapaciteteve dhe padyshim Kosovës nuk ka rrit nevoja për kërkesë dhe të jenë mbush, dhe mbush normal që çmimi nuk vjen shkon të rrit. Dhe Kosova ka nevojë me ble. Po, për këto 4 vjet jetën veç të kush është sebeb që s'janë rrit kapacitetet e energjisë. Kush është sebeb? Unë po flas për mas luftës nuk ka pas ndaj plan të nas në partisë për me investuar në çështje të pasak disa. Është e pasak. Kontur globalin kush e kalojmë? Ja, spekalojmë. Kontur globalin ka qenë nuk ka qenë marrëveshje e mirë për Kosovën. As ka qenë, ha? Jo, që më e mirë. Po flas pas njerëzve që kanë folur për energji. 700 milion me shku nëpërmes njerëzve në përdor. Unë aty nuk e mirë, apo? Jo, nëse ka pas, po menoj edhe pretendime cilat media, nëse s'ka bëj prokuroria është duke jetu, unë se në bëj gjyqin publik për ta, let merret prokuroria me ta. Kanë nxjerrë në bon cash nëpërmes mediave që na boton. Si të qoftë, të kthehemi në thelbin e të emisionit që e kemi, konsideroj që këta kanë votues edhe nga Afrika që mund të shkojnë në vendin në zgjedhje dhe realisht ka shumë deputet që nuk mund të zgjedhen pastaj. Gojle modhet që nuk zgjedhen. Po flas për gojle modhet. Po flas ta që kanë fort me rëndësi interesin e qytetarëve të Kosovës. Sa vete kanë gjumis për merr notën që zgjedhen ato deputet se po bëjnë nomin që po zgjedhen. Partitë nuk do të më votu Albulena Haxhiu, nuk bën nëse kanë shupe dhe kanë marrë si të mirë qenë të dorëheqjet ose deklarimet publike se na kanë dhënë dorëheqje për me votu raportin për imunitetin sepse u kanë interese dhe tyne për me arritë te pika për me dhënë betimin. O hec do të me kompozita atë afërmi. Nuk duhet me votu një kandidatë të tillë. Nëse don vetvendosja, let se marrën u shkon me pol, nuk është marrë me pol me asnjë parti se këtë shqiptarë janë. Shkon marrë me pol, kërkoje mundësinë. Po ka dashur me pol me LDK-n? Ka dashur me pol me LDK, po si ka shku LDK? Si se kanë drejtën për me botë qeverinë, është marrë me fol me Albin Kurtin. Ma e men, ju s'pe kuptoni këtë gjë. Qysh? Jo, për këta, për LDK-n, PDK-n, AK-n, është marrë me fol me Albin Kurtin. Se nuk është marrë për nisë. I ka thonë hajvan, i ka thonë miza, i ka thonë bubreca, ju ka thonë shapina, ju ka thonë... Kë, Albin Kurti, pse se ka gjithë mundësin, po thëmë? Apo më kuptonë që ta thashu në që ju... Kanë mërë këta moral, a kanë moral mërë kur shkojnë në shpet vetë kur shkojnë, këta deputet e LDK-sët, PDK-sët, AK-së,
Me po fëmija vetë të ullë me një njeri që të ka thonë hajvan. Aty ku morali? Jeton, ata përqitarë nuk po pranojnë me i në qeveri me to, po i kemi në gërqin e ekspetari. Jo po pranojnë. Jeton. Aty e bënën atë komisionin, se para 3 ditë njësit matë mirë edhe të LDK-s, edhe të PDK-s, edhe të AK-s, dilëshin të thejshin televizor, kjo është shkelje kushtetuse. Tani e morën një rast, një rast krasimor të Qazim Qeskës. Kur ju konvenoj, për me rahatu prapanicën e vetë, e rahatu në gjithë një komision. Ata është dhadone e ta në gjithë në mënyrën. Ty justifiku. Jeton, pse pra nëse këta nuk duhet me bisedu me ta, pse me nisme nuk desh me bisedu, se pse nisma u desh me bisedu me vetëvendosjen, edhe në fund, para një javë, kena benu që ka me u bo publike koalicioni. Nismen, mas pare, unë se shoh si subjekt politik. Ja, do shme pojë, Dëgjam një me ne kinë kuvend. Dëgjam një gjë. Veç është faktori kryesor i zgjedhjeve të nëntë shkurtit. Dëgjam një gjë. Nismen unë mas pare se shoh si subjekt politik. Nisma është... Nesër më në shme po në ministri nismë. Po më sugot se aj më në më bo dhe president, po partis është. Lista Guxha, aja e menagjen Ministrinë e Bujqësisë e Ministrinë e Punët e Jashtme, po partis është. Na po flasëm për subjekt. Nisma është regjistrume si parti jeton. Po nuk po flasëm e nërë për një subjekt që vjen nga Malisheva, çdo respekt për Malisheven, e që e ka target vish Malisheven. Kur e ke dëgju ti një shoqe tonë që të ka thonë ty, unë kom vendos me votu Nismen. Abdin. Nuk e kom dëgju veç në Prishtinë. Po se ke dëgju aska për të dëgju njeri. Prishtinë e kom pasë sa full ka qenë Nisma AK në Tubime. Autobusat. A Nisma AK, tash është gjë tjetër. Po dhe AK konsiderohet parti lokalistit, e den jetën. Qëre tash, apo flasëm për Nismen a për AK-ën? Jo, atë janë pothuajse të njëjta. Jo, se s'janë të njëjta. Pse nuk janë të njëjta? Dëgjam. AK-ja është parti pak ma e madhe sepse aty bojnë pjesë dajallar, axhallar, vlezër, motra, abdin, është pak ma e gjërë në kontekstin partijak. Ate rasti Lima, për shemull, mi thuj 3 emra shpejt të partis Limes. Endrit Shala. 3. Gjevahiri Zmoku. Po, edhe Fatmir Lima. Matoshe. Kush? Fatmir Matoshe. Pa e lere, be, Nora, më zbojna... Po ti them, i thuj 3 emra jetë. Po jo, Nora, dëgjam, ajo është... Unë po diskutoj për një parti që tash është pjesë e kuvendit. Parti mahallore, ju ka kop OK-s, edhe kam rrit që kam rrit dhe në kuvend. Pirulla i koft, s'ka bo asgjë jo legjitime. Po. Por unë po flas, Po, që dhe për vetëvendosjen thuhet që ka veç Albini, po ka deputet që na po flasim çdo ditë për ta. Për cilë deputet? Për kënë mërë po flasëm? Për kënë po fletë mërë? Po ti me qitë mërë do një ka gërbalën zje dhe fatëm pecin, po ma holla vetë se vëtojnë, Klau Konjufca, Albulina Agjiu, Klau Konjufca, Liburna Liu, Glauk mërë, cilin Glauk Rozeta Hajdari, mësat PSD-s kur dollen që s'mojten me Monikoliz vota, krejt bojnë lajmë, jeton krejt bojnë lajmë. Aty ka Albin. Albulinën